Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria. Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenci, frati i Gjakovës. Në 2 emisionet të fundit në lidhje me jubileun e madh franceskan, kemi folur për praninë e urdhit franceskan në Shqipëri. Tash do të flasim për urdhin franceskan në Kosovë. Do ta bazojmë në bazë të librit Familja Franceskane në Kosovë, të botuar në vitin 2025 në Gjakovë. Kur e përmendim temen urdhri franceskan në Kosovë, shumë kujt mund t'i duket gati e panevojshme të flasim për te, sepse shumica e njohin praninë e franceskanëve vetëm në Gjakovë, ku franceskanët momentalisht e kanë të vetmin kuvend të vetë dhe të vetmen famulli në Kosovë, por në fakt realiteti është krejt tjetër. Karizma e Shën Franceskut të Asizit e ka lanë vuljen e vetë të pashlyeshme në tokën e Kosovës dhe në popullin shqiptar në këto vise. Për shembull, kush në Kosovë nuk e njeh shenjtin Shanue, do me thanë Shën Antonin e Padovës, i cili ka jetuar në vitit 1195 dhe 1231, i cili është një prej franceskanëve më të mëdhenj dhe më të njohur në botë. Kush nuk e njeh shenjtëroren e tij në Gjakovë, apo kishat e tija në Binç, në Glogjan dhe në Prishtinë? A ka kund në Kosovë në një kish pa trupore apo pa figurë të shnanot? Pra, Shën Francesku është i pranishëm dhe i njohur anë mban Kosovës, por që t'jetë edhe më i njohur dhe në vitin e kaluar, pra, kemi botuar librin Familja Franceskane në Kosovë, e prej këtij libri do t'ju paraqesim pikat më të rëndësishme për njohjen dhe e veprimtarisë së urdhit franceskan në Kosovë. Për historinë e lartë të urdhit franceskan në Kosovë nuk dim shumë, sepse shumë pak dokumente janë ruajtur, po edhe ato që ekzistojnë, shumica ende nuk janë publikuar. Megjithatë e dim se franceskant kanë vepruar në Kosovë edhe para pushtimit otoman. Për shembull, dihet se kishën e Deçanit e ka ndërtuar Fra Vito Kuçi, një rregulltar franceskan nga Kotori, sot në Maltezi, në vite 1327 deri në vitin 1335. Dihet po ashtu se në vitin 1351 i peshkëv i Shkupit ishte një franceskan, Monsignor Fridericus de Rotersbeck. Në vitin 1400 i peshkëv i Shkupit ishte po ashtu një franceskan tjetër, Monsignor Antonius de Teramo. Misionarët franceskan nga bota perëndimore kanë vepruar anë mban Shqipërisë dhe të Kosovës edhe në kohrat më të vështira të sundimit otoman, e sidomos pas themelimit të kongregates së shenjtë për përhapjen e fesë, Congregatio de Propaganda Fide. Në Shqipëri erdhen mas pari në vitin 1636 e pastaj edhe në Kosovë. Monsignor Daniel Duranti, nga Arezzo të Italisë, i provincës romake, ishte misionar në Egjipt e pastaj prokurator general në Rom. Ai ishte emëruar arqipeshkëv i Shkupit me 4 prill të vitit 1690, do me thanë
me njëherë pas luftës së Vjenës. Në kohën më të vështirë për katolikët në Perandorinë Otomane dhe pas vdekjes së Monsinjor Pjetër Bogdanit. Por mjerisht turqit nuk i lejuan kur të hyjnë në territorin e arqipeshkuisë së vet. Prandaj ai me 11 dhjetor të vitit 1691 dha dorëheqje dhe u bë arqipeshk metropolit i Smirnes, të cilën e drejtoi deri në vdekje me 7 janar të vitit 1727. Mandej Monsinjor Ivan Topić ka Dalmacia, që ishte në Lezhë i njohur si Gjoni i 6 i peshkëve Lezhës për vitit 1842 dhe 1853, e pastaj i peshkëve Shkodrës 1853 dhe në vitin 1859, ishte edhe administrator apostolik i arqipeshkëvisë së Shkupit, domethënë i Kosovës, për vitit 1842 dhe në vitin 1844. Ai vdiq në Rom me 29 kusht të vitit 1869. Monsinjor Dario Bucciarelli, po ashtu arqipeshkë i Shkupit, por me rezidencë në Prizren, për vitit 1864 dhe në vitin 1878. Ai e ka ndërtuar katedralen e Prizrenit që funksionon edhe sot. Edhe pasardhësi i tij, Monsinjor Fulgencie Carev, ishte franceskan prej Dalmacie. E drejtonte arqipeshkuin e Shkupit, po ashtu me rezidencë në Prizren, prej vitit 1879 dhe në vitin 1888, në kohë shumë të vështirë për katolikët në sundimin otoman pas kongresit të Berlinit. Franceskant e Kosovës ishin jo vetëm dëshmitar të fesë, por edhe dëshmor, martir. Njëri prej tyre ishte edhe famulitari i Letnicës, Pater Anton Marojević, franceskan i provincës franceskane të Dubrovnikut, i lindur në Stari Grad, në ishullin Hvar, në vitin 1795. Ishte misionar në Letnicë për 29 vjetë. Letnica në atë kohë përfshinte edhe famulin e Binqec, Stublën dhe Vërnakollën e sotme. Prandaj, ai edhe e bashkëndau fatin e martirëve të Karadakut të vitit 1846 dhe në vitin 1828. Vdiq në Letnicë me 6 janar të vitit 1856. Ishte 61 vjeç. Vari i tij në Letnicë edhe sot nderohet si var i një shenjti. Frederik kanë vepruar edhe në famullinë e Janjevës. Nga Janjeva kemi një varg fretërisht të mëdhenj, të cilët do t'i përmendin me emër për emër kur do të flasim për famullinë e Janjevës. Por me njëherë po e theksojmë se 2 prej tyre, Janjevasve, janë martir të shpallur të lumtur. I lumi Pater Serafin Koda, në grupin e 38 martirëve shqiptar të kohës së komunizmit, që janë shpallur të lumtur me 5 nëntor të vitit 2016, kurse i dyti është i lumi Pater Luigi Palici, i vrarë në Janosh, afër Gjakovës, me 7 mars të vitit 1913, i cili u shpall i lumtur me 16 nëntor të vitit 2024. Martir të vërtet për fe dhe për adhe ishin edhe Pater Shtjefen Gjerçovi, i vrarë në Zym me 14 tetor të vitit 1929, Pater Lorenz Mazreku, i vrarë në Rastavica afër Deçanit me 15 shkurt të vitit 1943, si edhe Pater Franko Liçi nga Stubla, i vrarë në Laç në vitin 1919, dhe shumë të tjerë të njohur e të panjohur, sidomos në kohën e sundimit otoman,
megjithse nuk gjenden ndër ata 38 martir të kohës së komunizmit. Deri në luftën e parë botërore, të gjithë fretërit shqiptar ishin antar të provincës franceskane shqiptare me qendër në Shkodër. Mirë po pasi me luftat balkanike dhe me luftën e parë botërore, territori i provincës franceskane shqiptare u nda në 3 shtete: Shqipëri, Greqi dhe Jugosllavi. Komunikimi i zakonshëm mes fretërve të Kosovës dhe të Malit Zi me qendër e provincës u bëj pamundshëm. Për këtë arsye, Kuria Gjenerale e Urdhit Franceskan në vitin 1925 i bashkoi 4 familje franceskane të Malit të Zi me provincën franceskane të Shenjtë Jeronimit në Zadar në Kroaci, kurse 4 familje të Kosovës me provincën e Shënkryqit në Sarajevo në Bosnjë. Prandaj, prej vitit 1925, fretërit shqiptar që kanë shërbyer në Kosovë i takonin njëkohësisht edhe provincës franceskane të Bosnjës, sikurse takonin edhe provincës franceskane shqiptare pasi janë shqiptar e pasi janë edukuar në Shqipëri. Këta ishin Pater Shtjefin Gjeçovi, Pater Engjel Paliqi, Pater Filip Paliqi, Pater Lorenz Mazreku dhe Pater Lorenz Prekpalej, në dokumente i regjistruar edhe si Lazar Ibish Mjeda, lindur në Zym me 5 maj të vitit 1920, e vdiq në Sarajevo me 1 qershor 1949. Dhe i fundit Pater Lek Filiqi, i lindur në Janjev me 22 mars të vitit 1882, e vdiq në Zym me 21 mars të vitit 1963. Pas luftës së parë botërore e deri në vitin 1958, fretërit kanë mbajtur në Kosovë 4 familje: Pejen, Zllakuqanin, Glogjanin dhe Zymin, si edhe shenjtroren e Shnanot në Gjakov. Në vitin 1948, për shkak të mungesës së meshtarëve, prej të cilëve shumë ishin vrarë pas lufte e shumë të tjerë të burgosur, provinca franceskane e Bosnjës bëri një marrëveshje me i peshkues së Shkupit, Monsignor Smiljan Franjo Çekada, të cilën e miratoi edhe Selia e Shenjtë në vitin 1949, që fretërit t'u dorëzojnë klerit dioqezan ato 4 familje të veta, e të marrin dhe të shërbejnë vetëm familjen e Gjakovës së bashku me shenjtroren e Shnanot në Gjakov. Kjo marrëveshje u realizua në vitin 1958. Prandaj nga viti 1958, fretërit e kanë në Kosovë vetëm familjen e Gjakovës së bashku me shenjtroren e Shnanot në Gjakov, kurse të gjitha familjet tjera të Kosovës i takojnë klerit dioqezan. Bashkësitë franceskane që sot veprojnë në Kosovë janë këto: mas pari urdhri i parë franceskan vetëm në Gjakov. Pastaj janë 2 kongregata të motrave të urdhrit të tretë franceskan kuvendor, motrat e mëshirshme të Shënkryqit me 4 shtëpi, 1 në Prishtinë, 2 në Gjakov dhe 1 në Janjev, dhe motrat franceskane të Zojës së Papërlyer, ato shërbejnë në 9 familje, në 9 vende pra, në 6 familje: Bishtazhin, Budisalc, Novosel, Pietroshan, Veljesh dhe Zym, si edhe në kurjen i peshkuar në Prishtinë, e po ashtu në kopshtin e fëmijëve Shën Klara në Gjakov dhe në shkollën Loyola në Prizren. Pra në 9 vende. Urdhri franceskan shekullar momentalisht është i organizuar vetëm në Gjakov dhe kemi edhe rinin franceskane në Gjakov. Do të ishte shumë e lozshme dhe gati e pamundshme të prezantohet shkurtimisht prania e urdhrit franceskan në krejt Kosovën pa e përqendruar shikimin ton dhe vëmendjen në bashkësitë e veçanta në çdo familje veç e veç.
Prandaj kemi vendosur ta paraqesim prezencën e urdhit franceskan dhe të karizmës së Shën Franceskut në të gjitha familjitë e Kosovës veç e veç, duke theksuar se ku kanë vepruar dhe ku veprojnë sot. Jo vetëm fretërit, por edhe motrat e kongregatave të ndryshme franceskane, si edhe ku ishte dhe ku është i pranishëm sot urdhri franceskan shekullar. Ndërkaq dëgjues të dashur, këtu ju nevojitet edhe një shpjegim plotësues për ta kuptuar mirë këtë temë. Mas pari, tashme kemi thënë se në Gjakov kemi të pranishëm urdhin e parë franceskan, por duhet të dini se në botë ekzistojnë 3 degë të urdhit të parë franceskan. Dega e parë janë të ashtu quajturit franceskanët observant, apo zbatues. Do me thanë, ata që mundohen të zbatojnë regullën e Shën Franceskut ashtu si që ka shkruar Shën Francesku, pas zbutje, pas shpjegime, pa lehtësime. Këta i kemi në Gjakov. Të tillë në botë kemi rreth 15.000 fretër. Por ekzistojnë dhe franceskanët konventual, të cilët që prej fillimit e zbutnin pak rregullën, duke arsyetuar që fretërit duhet të jetojnë në kuvende e jo në përkasolla dhe në varfëri të madhe, sikur se jetonte vetë Shën Francesku dhe shokët e parë të tij. Këta zyrtarisht u ndan prej observantëve në vitin 1517 e të tillë në botë janë rreth 4.000. Nuk i kemi në Kosovë, por vepronin dikur në Shqipëri. Dega e tretë e franceskanëve janë franceskanët kapucin, të cilët e kërkojnë zbatimin më të rrept të rregullës së Shën Franceskut. Ata u ndan prej observantëve e konventualëve në vitin 1528. Nuk i kemi në Kosovë, por i kemi në Shqipëri. Të tillët në botë janë rreth 10.000. Një kapucin e ka themeluar kongregatën e motrave të mëshirshme të Shënkryqit, a ishte Pater Teodos Florentini. Ju sigurisht keni dëgjuar edhe për një kapucin tjetër të famshëm, pra franceskan kapucin, Pater Pio nga Petrlçina, frati stigmatizuar, shenjt i madh, i cili edhe sot ban shumë mrekulli atyre që i luten, sikur se lutemi Shën Franceskut apo shenjtit shënanue. As urdhrin e dytë franceskan nuk e kemi në Kosovë. Ato janë motrat e varfra të Shënklares apo Klarisat. I kemi në Shqipëri, kanë shtëpin në Shkodër. As urdhrin e tretë franceskan kuvendor, dega mashkullore, nuk e kemi në Kosovë. Ata edhe në krejt botën janë pak, rreth 820 rregulltar. Përveç këtij urdhri, janë edhe mbi 70 bashkësi tjera më të vogla mashkullore, të cilat jetojnë sipas rregullës së urdhit të tretë franceskan, por nuk janë të përhapur shumë. Ndërkaq në botë ka rreth 370 kongregata të ndryshme rregulltare kuvendore femrore, të cilat jetojnë sipas rregullës së urdhit të tretë franceskan. Prej këtyre në Kosovë jetojnë dhe veprojnë 2 kongregata, që i kemi përmendur tashme, motrat e mëshirshme të Shënkryqit dhe motrat franceskane të Zojës së Papërlyer. Në Shqipëri veprojnë edhe disa kongregata tjera të urdhrit të tretë franceskan. Përveç urdhrit të tretë franceskan kuvendor, kemi edhe urdhin franceskan shekullar. Interesant është që t'ju themi menjëherë se këtë urdhër e patëm në të kaluarën në 11 familji të i peshkuisun. E sot e kemi vetëm në Gjakov, ku e kanë asistencën e vazhdueshme të vëllezërve franceskan të urdhrit të parë. Ata karizmën e vetë franceskane jetojnë në familje të veta, si burra dhe gra, si prinder dhe si aktivist në familji. Janë shumë të dobishëm për kishën dhe gjithmonë janë të hapur për pranimin e antarëve të rinj. Nuk duan t'ju lodhim me të dhana të përgjithshme për këto bashkësi, por do të nisemi me rend alfabetik duke ju treguar konkretisht në cilat familji të Kosovës është ose ishte i pranishëm urdhri franceskan. Pra pasi
shkojmë me alfabet, atëherë në vendin e parë është famullia e Becit. Ajo është themeluar në vitin 1922. Është ndarë prej famullisë së Gjakoves. E drejton kleri diocezan. Kemi një meshtar franceskan, i cili vitin e kaluar është shuguruar meshtar me 5 korrikt të vitit 2025. Ai është Fra Driton Hajdarari nga Lugëbunari. Kemi edhe një motër të mëshirshme të Shënkryqit nga famullia e Becit. Ajo është motra Angela Dedaj nga Zhebeli. Në atë kohë ishte famullia e Becit, e sot i takon famullisë së Glogjanit. Por duhet të dimë se motrat e mëshirshme të Shënkryqit kanë shërbyer në Bec prej vitit 1961 deri në vitin 1968. Pastaj nuk ishin aty, por motra Angela erdhi në kongregatin e tyre. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer nuk kanë shërbyer në Bec, por nga famullia e Becit i kemi 2 motra franceskane, motra Josefina Biba dhe motra Rita Uka. Famullia e dytë me alfabet në Kosovë është Binça. Ajo u bë famulje e pavarur në vitin 1946. Është ndarë nga famullia e Stublës. As fretërit, as motrat franceskane nuk kanë vepruar në famullinë e Binçës, por janë disa motra franceskane prej kësaj famulje. Në provincën e Cetinjes, në Maltëzi, ishin 2 motra. E ndjera motra Franja Petrović, motra e Don Damian Kurtit dhe motra Klementina Petrović. Por janë edhe 3 motra në provincën Slovene, motra Josefina Dodić, motra Klara Zefi dhe motra Gjyste Stepani. Famulja e Bishtazhinit është themeluar në vitin 1921. Në atë kohë ishte me qendër në Smaq. Është ndarë prej famullisë së Gjakovës. Në Smaq erdhen motrat e mëshirshme të Shënkryqit në vitin 1964 e punuan deri në 65. Pasi në atë kohë Smaq ishte qendra e famullisë, se sot me të Bishtazhinit, e pastaj kanë kaluar në Bishtazhin, ku është ndërtuar kisha e re famulitare. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer në Bishtazhin erdhen me 31 tetor të vitit 1975, në bazë të kërkesës së famulitarit të asaj kohe Don Milorad Defar. Aty shërbejnë edhe sot e kësaj dite. Deri me 12 tetor të vitit 2020, motrat kanë banuar në Bishtazhin, kurse prej asaj date ato banojnë në kuvendin e vet në Gjakov dhe prej Gjakove çdo ditë vinë për të shërbyer famullinë e Bishtazhinit. Momentalisht në Bishtazhin shërbejnë motra Irena Perndrecaj dhe motra Hilda Karica. Mirë po kemi një numër të bukur të motrave të franceskane të Zojës së Papërlyer nga famulja e Bishtazhinit. Mas pari e ndjera motra Franciska Alraku, pastaj motra Irena Perndrecaj, motra Drita Kajtazi, motra Ana Nikola, motra Tone Karaci, është prej Bredosane, e cila në atë kohë ishte pjesë e famullisë së Bishtazhinit, tash është pjesë e famullisë së Doblibares, por është, do me thënë, prej kësaj famulje. Mandej motra Violeta Lezhdedaj, motra Gita Demaj dhe motra Ljuljana Marku. Ishin edhe 2 motra franceskane të Zojës së Papërlyer nga famulja e Bishtazhinit, të cilat pastaj kaluan në urdhin karmelitan. Motra Monika Lezhdedaj nga Smaqi i Bishtazhinit dhe motra e ndjera motre Viktoria Shtufi, vdisë në Brezovic në Kroaci në vitin 2018.
Pastaj në rend është familja e Budisalçit. Ajo u themelua me një gusht të vitit 1986, kur u nda nga familja e Zllakuçanit, e shërben kleri dioqezan. Motrat franceskane të zojës e papërlyer në familjen e Budisalçit erdhen me 3 nëntor të vitit 1989 në kërkesën e familjarit të atëhershëm Don Pashkdani. Në vitin 1999 u ndërtua qendra pastorale në Jagod. Motrat momentalisht banojnë në atë qendër pra në Jagod, e nga Jagoda e shërbejnë edhe kishën e Budisalçit. Motrat e Budisalçit disa vjet kanë shërbyer në karavaseri në vitet 2007-2009 dhe 2012-2013. Nga viti 2019 këto motra shërbejnë edhe Zllakuçanit, mas pari motra Margarita Jaku e pastaj motra Benjamina Spaçi. Momentalisht në Budisalç janë motra Prena Prekpalej dhe motra Benjamina Spaçi. Në Budisalç motrat kanë punuar shumë mirë dhe me sukses, dhe Zoti i shpërbleu me thirrje të reja rregulltare nga kjo familje. Janë 6 motra nga familja e Budisalçit: motra Renata Arapi, Maria Nikolaj, Maria Tereza Nikola, Lidvina Marku, Andrea Dashi dhe Leonida Nikolaj. Në rend kemi Bytyçin. Bytyçi sot nuk është familje e pavarur, por i takon familjes së Zymit. Sot e njohim më shumë si Shëngjergj apo Karashëngjergj, aty ku është kisha e Shnaprenës, e janë varrezët. Janë disa franceskan të cilët duhet t'i përmendim në lidhje me këtë vend, me Bytyçin. Në histori përmenden 2 fretër misionar anonim që i kanë vrarë në Bytyç kriminalët e krishterë me 6 mars të vitit 1650. Mandej Pater Bernardi nga Verona, franceskan, i cili e dinte mirë gjuhën shqipe, ishte misionar në vendet të ndryshme në Shqipëri, pastaj edhe në Kosovë, në Bytyç, Gjakov, Pej, Prizren dhe në Prishtinë. Nga misioni i Pultit u tërhoq në vitin 1650, nuk e pranoi nderin e i peshkvit, nuk pranoi i peshkvin e Pultit, të cilën ja kanë ofruar në vitin 1666, por shkoi në kuvendin e vet e vdiq me 30 shtator të vitit 1682. Në Bytyç apo Shëngjergj, afër kishës së Shnaprenës, janë varrosur shumë meshtar franceskan, që kanë shërbyer dhe kanë vdekur në këtë zonë, në Gjakov, në Zym e tjera. Si për shembull Pater Rosario nga Castroluccio, në vitin 1877, Pater Rosario nga Markia, në vitin 1882, Pater Lorenzo Bucciarelli, vllai i peshkit Pater Dario Bucciarellit, në vitin 1886, dhe Pater Ljek Filici, në vitin 1963, mandej e dim të gjithë se aty është varrosur edhe Pater Luigi Palici dhe Pater Shtjefen Gječovi. Pra, ky vend Bytyç, megjithse nuk është familje e pavarur, është shumë me rëndësi për urdhin franceskan në Kosovë. Mandej në rende kemi Deçanin. Sot kisha katolike nuk e ka kishën dhe familjen në Deçan, por atje që në shekullin e 14 një franceskan, Fra Vito Cucci nga Kotori, së bashku me 30 mjeshtër më të mirë të bokës së Kotorit, të Malit Zi, e ndërtoi kishën e Deçanit në vite 1327 deri në vitin 1335. Fra Vito vdiq me 13 qershor në vitin 1350. Mbi derën jugore të kishës së Deçanit është gdhendur mbishkrimi
Fra Vito, vllai I vogël, domethënë Franceskan, kryemjeshtër nga Kotori, qytet I mbretërve, e ndërtoi këtë kishë të gjithë sunduesit të shenjtë, sot I thonë Krishti Pantokrator, për zotërin mbretin Stefan Urosh III dhe birin e tij të përndritshmin lartë madhërin të lavdishëm zotërin mbretin Stefan. Dhe kjo u ndërtua brenda 8 viteve e u përfundua në vitin 1335. Ky është mbishkrimi mbi derën e kishës së Deçanit. Duhet theksuar se gjatë sundimit otoman, shumë katolik shqiptar kanë qenë dorëzan të kësaj kishe, e kanë ruajtur dhe e kanë mbrojtur prej kriminalëve dhe dhunuesve. Më në fund kemi Doblibaren. Doblibaria u bë famulli e pavarur në vitin 1981. Është ndarë nga famullia e Becit. Më vonë, në vitin 2002, nga famullia e Bishtazhinit fitoi edhe Bërdosanën. E shërben kleri diocezan. Momentalisht e shërben edhe motrat, bijat e dashurisë hyjnore. Por nga Doblibaria, motrat franceskane të Zojës së Papëlyer kanë 2 motra. Motra tonë Karaçi që kemi përmendur edhe përpara në lidhje me famullinë e Bishtazhinit, sepse Bërdosana I takonte dikur Bishtazhinit, e tash edhe me lidhje me Doblibaren, sepse tash I takon Doblibares. Dhe motra Benedikta Preci, edhe ajo është e famullisë së Doblibares. Pasi në ka shkuar koha, këtu do të përfundojmë këtë emision, por të njëjtën gjë vazhdojmë në emisionin tjetër. Ta përfundojmë edhe këtë takim me një lutje Zojës së bekuar Shën Franceskut. Zojë e bekuar Nana e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Mbretëresha e Urdhit Franceskan, lutu për ne. Shën Franceska, Shën Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenëtrit e shenëtrishat e hyjt, lutuni për ne. Ju bekoft, ju ndihmoft të ju rujt hyjt gjithë pushtetshëm Ati dhe Biri dhe Shpirti Shenjtë.